Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Perëndin e falenderon çka gjendet në qiell dhe çka gjendet në tokë. Atij i takon pushteti i vërtetë dhe atij i takon falënderimi. Ai është i pushtetshëm për çdo gjë. Ai ju ka krijuar juve, e ndonjëri prej jush është mohues, e disa prej jush janë besimtar. Çdo gjë që punoni ju, Perëndia është e mirë. Ai ka krijuar qiellin dhe tokën në mënyrë të mrekullueshme dhe ai ju ka dhënë juve formën dhe figurat tuaja i bën të bukura dhe të gjithë do të ktheheni te ai. Ai i di të gjitha gjërat që gjenden në qiell dhe në tokë. Ai di fshecit tuaja dhe ato që i bëni haptazi, Perëndia i di të gjitha që keni në zemrat tuaja. A nuk ju kanë arritur lajmet e atyre që me parë nuk kanë besuar dhe e kanë shijuar dënimin e veprimeve të tyre? Për ta ka dënim të dhëmshëm. Nga se kur profetet e tyre vinin me dokumentet e qarta, ata thoshin, a njeriu si ne do të na tregojë rrugën? Dhe nuk besuan, e u kthyen prej këshillave, e Perëndis nuk i nevojitet asgjë, ai është i pavarur dhe i lavdishëm. Mohuesit kujtojnë se kur sesi nuk do të ngjallen, thuaju atyre, po, për Zotin tim, me siguri do të ngjalleni dhe pastaj do të informoheni se ç'keni punuar. Kjo për Perëndin është lehtë. Besoni në Perëndin dhe në të dërguarin e tij dhe në dritën Kur'anin që ju kemi sjell. Perëndia di mirë çdo gjë që punoni ju. Ditë kur ai Perëndia do t'ju tubojë juve në ditën e Kiametit, ajo është dita e mashtrimit kur shihen veprat e gabuara. Ai që beson në Zotin dhe punon vepra të mira, Perëndia ia fal mëkatet atij dhe do ta shpije në kopshtije, nëpër të cilët rrjedhin lumet, e ku do të qëndrojnë për herë, gjithmonë. Ai do të jetë sukses i madh. E ata që nuk kanë besuar dhe i kanë mohuar dokumentet tona, do të jenë banorë të zjarrit, në të do të qëndrojnë për herë. E sa mbarimi i tmerrshëm asaj. Nuk ngjan kurfar fati që se palen e Perëndis, e ai që i beson Perëndis, ja udhëzon në rrugë të drejtë zemrën e tij. Perëndia di mirë çdo gjë. Për uluni Perëndis dhe profetit e tij. E nëse shmangeni ju, profeti ynë ka të vetmën detyrë që t'ju shpjegoj qartë. Perëndia është i vetmi Zot dhe vetëm te Perëndia le të mbështeten besimtarët. O besimtar, me të vërtetë, edhe prej grave tuaja edhe prej fëmijëve tuaj keni amiq, andaj ruajuni prej tyre. E nëse ju nuk u ashijn për të madhe gabimet dhe i harmonizoni marrëdhëniet dhe u falni, është mirësi e Perëndia, me të vërtetë është falës dhe mëshirues. Pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm provë për ju, e te Perëndia shpërblimi është i madh. Andaj ruajuni Perëndis sa të mundeni dhe dëgjoni dhe përuluni dhe shpenzoni prej pasurisë suaj për të mirën tuaj. E ata që ruhen nga lakmia e madhe janë fitues. Nëse jepni ua të bukur Perëndis, ai ua kthen shumë fishkat dhe ua fal gabimet. Perëndia është falëndërues dhe nuk nxiton në dënime. Ai është njohës i gjërave të dukshme dhe të padukshme, ai është i plot fuqishëm dhe i gjithdijshëm.